New York promovohet libri Teknotika e shpirtit me autor Azgan Berbati. Më 23 maj 2026 në Producer Club Theater në New York u zhvillua një nga aktivitetet më të bukura kulturore për komunitetin shqiptar. U përurua libri me poezi Teknotika e shpirtit nga autori Azgan Berbati. Promovimi i librit me poezi të Azgan Berbatit në këtë qendër kulturore e artistike shqiptare në zemër të New Yorkut, e cila si asnjëherë më parë ishte mbushur me adhurues të shumë të librit, u vlerësua lart nga folësit dhe pjesëmarrësit e këtij aktiviteti të bukur kulturor. Eventi u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë, intime dhe plot emocione, rreth 100 të pranishëm, miq, kolegë të afërm dhe dashamirës të letërsisë shqiptare u mblodhen në një nga mjediset e Producer Club Theater për promovimin e këtij vëllimi poetik që u mbush me një energji të veçantë. Drita e butë, skena elegante dhe prania e librit si simbol qendror krijuan kushtet ideale që fjala poetike të arrinte thellë në zemrat e të pranishme. Këtë event e moderoi Nosh Mërnaçaj. Për librin dhe rëndësinë e këtij vëllimi poetik të autorit Azgan Berbati folën shkrimtari dhe gazetari Pal Ndrecaj dhe aktivisti Mark Qehaja, duke e cilësuar atë si një libër të rëndësishëm dhe një takim të veçantë me poetin Azgan Berbati këtu përtej oqeanit. Po ashtu si moderatori Nosh Mërnaçaj dhe dy folësit kryesor dhe dashamirësit e librit që u përfshin në diskutimet së bashku ndan reflektime mbi librin e ri të Teknotika e shpirtit, artin, ndjeshmërinë dhe poezinë si mënyrën për të kapur shpirtin e kohës. Ata folën edhe për talentin e autorit, madje duke e njësuar Azganin disa herë me trapojën e shkrimtarëve dhe poetëve të mëdhenj kombëtar. Gjatë mbrëmjes, leximet të ndryshme të poezive nga Pal Ndrecaj, Alma Jaku dhe Shaban Lajçi krijuan momente heshtjeje, të thellë dhe duartrokitjesh të ngrohta. Çdo varg i lexuar prej tyre ngjallte jehon të pjesëmarrësit, duke dëshmuar fuqinë e poezisë për të bashkuar njerëzit përtej kohës dhe hapësirës. Pjesëmarrësit ndoqën me vëmendje të madhe, duke u lidhur emocionalisht me temat që prekin jetën moderne, identitetin dhe kërkimin e kuptimit të brendshëm. Nosh Mërnaçaj, me fjalë të ngrohta dhe plot urtësi, foli për rëndësinë e poezisë si mjet bashkimi shpirtëror, duke theksuar se vepra e Berbatit prek pikërisht ato shtresa të brendshme që na bëjnë njerëz. Ai e përshkroi librin si një udhtim që na ndihmon të kuptojmë lëkundjet tona të përditshme emocionale. Jeta tyre nga ku rritën si rritën. Azgani ndër tjera kërkon për vendin e linjës së tij, natyrën e të poezis, cilën nuk e kam vizituar ndonjëherë, por duke lexuar këtë poezi e kuptoj se do të jetë një vend shumë i mahnitshëm. Pal Ndrecaj referoi me një vështrim analitik, duke folur për stilin e Berbatit dhe aftësinë e tij për të kapur tensionet e brendshme njerëzore. Ai e quajti librin një vepër të sinqertë që flet drejt për drejt me shpirtin, pa artificie, duke nxitur publikun të reflektojë mbi provojat e veta. Vjen nga frymëzime të ndryshme, nga gjendje të ndryshme dhe bartin krijojnë, i vendosin ato disponime e ato gjendje në mesin tonë. Unë dua ta përmbyll këtë fjalë timen me disa vargje të poetit Berbati nga poezia Antivirus, të cilat për mua kanë një fuqi magjike ndikimi emocional, shkastësi krijimi, shkastësi për të kryer një disponim të këndshëm dhe thellësisht humanist, që do ta shoqërojnë lexuesin shumë kohë pas leximit. Në referatin e tij Mark Qehaja, me entuziazëm dhe energji pozitive, ndau mendime të thella mbi fuqinë e fjalës poetike për të ruajtur identitetin shqiptar larg dheut. Ajo ndal gjatë në mënyrën se si Teknotika e shpirtit lidh të kaluarën me të tashmen, duke bërë poezinë një urë midis brezave. Do i mbetet për herë mik laureatës që prezantojnë me një djalë të mirë e shumë talentuar si Azgan Berbati, që kam sot kënaqësinë të shpreh edhe disa opinione në këtë aktivitet promovues për një libër poetik që i ka kaluar kufit me prishmëritë e tij, deri përtej oqeanit, për të qenë sot këtu në New York, në zemrën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Azgan Berbati me librin e tij Teknotika e shpirtit shumë e komentuar dhe e vlerësuar si ka lexuesit dhe ka krijuesit. Poezia e Berbatit është njëri e brendshme e tij, në një udhtim pafund të shpirtit. Përpara se të citoj disa vargje të poezisë së Azganit, dua të theksoj se ashtu si jeta që është e përllojshme dhe mundësitë e idetë janë të tilla,
në cili ka këtë vështrimin e tij që do të thotë jo domosdoshmërisht të gjitha këto mund të bashkohen në një pikë të qartë. Edhe këtë rast, ajo që ne bashkon të gjithë ne është talenti, atë dashuria e digniteti njerëzor i Allkan Berbatit, për të cilën besoj jemi në një mendje. Po marrim poezinë të dua Kosovë. Shikoni me sa krenari autori i drejtuar Kosovës, të cilën kërkon të flijohet. Hej Kosovë e gënyer, ti je Shqipëria ime vërtet. Dhe unë jam i gatshëm të vdes për vërtetën për të herë. Autorin e bregnosin veset e shoqërisë së sotme që kanë humbur ato vlera të cilat i kishin të çmuara. Poezia me një kushtruam rrugë, nuk falem, a i beri si kur s'menjet, dhe unë nuk e njoha, apo në poezi tjetër arrivi pa harmushtë, në poezi që e një bifron, jetis janë realitetin e zymë. Alma Jaku u përfshi në një diskutim poetik me ndjeshmëri femërore dhe elegancë, duke theksuar dimensionin emocional të poezive. Ajo foli për mënyrën se si vargjet e Berbatit prekin tema universale si dashuria, humbja dhe shpresa, duke bërë librin të afërt për çdo lexues. Interpretimi i saj solli një prekje të veçantë në atmosferën e mbrëmjes. Fillimi duket kur merr një libër nga dikush sepse jemi lodhi çik nga lera nga furpo. Ajo që vura re tek ti është që ti ke talent, edhe ishte kënaqësi që gjeta dikë që ka talent dhe duroj suksese dhe di që ashtu si ta nuqi një ditë do jesh një penë e madhe. Që të titulli i librit, Tektonika e shpirtit, aty me një spruntë për të menduar shumë gjëra, shumë thyrje, shumë shpënime. Shaban Lajqi, me zërin e tij të ngrohtë dhe provojën e gjuar letrare artistike, duke recituar mishërisht dy poezi nga libri Tektonika e shpirtit, mbylli pjesën e folsve duke falenderuar autorin për kontributin e tij në letërsinë shqipe. Ai e quajti eventin një sukses të vërtet që dëshmon vitalitetin e kulturës shqiptare në Amerikë, duke u shprehur se poezi të tilla na ndihmojnë të mbajnë gjallë rrënjët tona kulturore. Legjendë bardhë, mbi një kalë të bardhë do të shkoj të lutem, në luftën time, në dasmën time, në dekën time, si në legjenda. Se kalli e di kur njeriu e pret në bes njeriu, e luftrat veç njerëzit me njerëzi be. Po kur njeriu mund triumfi e humbja duan një tjetër luftë dhe pambarim. Njeriu mund mbi një kalë të bardhë të shkoj të porta e gjumit fëmijëve për balë dhe tamel gjakën e bukur për bardhë moderne të bëj. Të tharkun e mollëve tjeshtore, shtriga tjenë në kulthin e mëspërsritjes. Arrin i parruar. U bë kaq kohë pa u parë, pa shkruar as dy fjalë. Veç mbrëm në ëndër sytë tu, si shkëndia shuheshi në ikje, mbi varkën e lumit. Jam mërzitur kaq shumë, ti duhet ta dish këtë. Ndodhet që flas keq për ty, se arrimi bëhet i rënd, i pamundur. Nuk kujtohet kur vije ngarkuar me mision paqësor në jetën time. Sa herë isha i mërzitur dhe pastaj me flisje përfitore duke ngritur zërin tim si trofej. E tash që duhet të harroj jam i mërzitur pra. Dhe sa herë mërzitën kam nevojë për ty, jap se ky harrim është kaq i pa. Këto pjesë të pasura të kësaj mbrëmje poetike nga moderimi i Nosh Mërnaçajt, referatet e Mark Qehajit, Pal Ndrecajt, recitimet e Alma Jakut dhe Shaban Lajqit, si dhe përfshirja në diskutime e avokat Altin Nonaj, Mustaf Demushajt dhe Nuredin Secit e ngritën nivelin e mbrëmjes duke kthyer atë në një dialog të vërtet letrar, kulturor dhe artistik, ku po thoj se çdo referat, recitim dhe diskutim solli një perspektivë të re, duke e pasuruar kuptimin e librit dhe duke krijuar lidhje më të forta midis të pranishmëve. Në fjalën e tij përmbyllse, autori Azgan Berbati falenderoi të gjithë folësit edhe të pranishmit për mbështetjen shpirtërore. Ai theksoi rëndësinë e ruajtjes së letërsisë shqipe në diasporë.
por duke u shprehur se Producer Club Theater për disa orë u shndrua në një hapësirë ku gjua shqipe dhe poezia morën jetë të re. Thuhet se çdo libër është festë dhe sonte për mua kjo është më shumë se një promovim libri. Është një nga ato takime që mbeten të gëdhëndura në shpirt. Kam marrë pjesë në 10 takime letrare, artistike, universitare, poetike, shkencore, por ky mbetet ndër më të rëndësishmit dhe më emocionuesit e jetës sime, tha ai. Libri Teknotika e shpirtit tregon se nuk është thjesht një libër, ai është një udhtim introspektiv që fton lexuesin të ndjejë lëkundit e veta të brëmshme. Ky promovim në New York dëshmoi se poezia mbetet një forcë përbashkuese e fortë, edhe larga dheut letërsia shqipe vazhdon të frymëzojë e bashkojë shqiptarët këndej e prandej oqeanit. Jam i emocionuar në mënyrë të veçantë dhe edhe në krahasim me takimet e tjera, por edhe pse unë do ta specifikoj si një nga takimet më të veçanta të jetës time. Tani, ju keni edhe një mëri tjetër shumë të madhe, krejt shqiptarët tonë, veçanërisht tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse në këtë oqeanin e madh, gjithë secili prej nesh, jo rrallë, i vetëm është mëje, dhe unë jo e besoj gjithë ju, është mëje një pikë e papërfillshme në ato oqean. Por ju keni marrë me vete nga Shqipëria elementet më të rëndësishme, më fundamentale, më të bukura, keni marrë në dorën e shpirtit ato mjete pas cilat shqiptari nuk kështë mund kur me eksistu. Dhe mbi gjitha kryesisht keni marrë forcën e madhe morale, e cila ju është dashur për mbijetu, dhe jo thjesht për mbijetu dhe për t'i supëllu kohët e vështira, rrethanet e vështira, por edhe për t'ia dalë, edhe për t'i sublimu kohët, që në vërtet ju keni pa. Dhe midis jush, pavarësisht këtij ishullit të madh, ku gjithë secili prej nesh, pavarësisht këtij oqeanit të madh, ku gjithë secili prej nesh mund të njeh një pikë e papërfillshme, ju keni ndërtu ishullin tonë shpirtor, keni ndërtu mikrokosmosin tonë, keni ndërtu atëun tonë miniatur. Dhe unë jam shumë kënaqur për këtë, për të gjithë ju, absolutisht, cila është ndikuar absolutisht nga realiteti që ne jetojmë të gjithë. Dhe realitetin cilat jetojmë shpeshherë janë edhe dehumanizuese. Këto poezi janë në ndikimin e fortë të këtij realiteti, por nuk janë të nënshtruara për këtij realiteti. Dhe këtu mendoj unë që është misioni i poetit, misioni i njerëzve me të cilët shoqëria ndoshta i projekton ose ata projektojnë për shoqërinë si të veçantë ose si bustull shpeshherë. Përpjekja ime ka qenë për ta shëruar kohën nga ky kontaminim përmes poezisë. Dhe jam mundur sa kam mundur. Stendhal thotë që çdo libër është festë. Unë them që vërtet çdo libër është festë dhe shumë i rëndësishëm, por nga ana tjetër është edhe një ngjarje, paktën për jetën e autorit, sidoqoftë. Ne shqiptarët nuk është e vërtetë që nuk kemi raport me letërsi, përkundrazi. Raporti jonë me letërsinë është raport gjenetik. Shqipëria, vetë Shqipëria, si ide, është themeluar, është projektuar nga rilinda, si që ju dini. Shqipëria si ide, Shqipëria si vizion po flas. Dhe rikthimi jonë edhe pas herë në letërsi nuk është as më pak dhe as më shumë se sa rikthimi gjenetikën tonë. Nuk është as më pak dhe as më shumë se sa rikthim në përmbushjen tonë shkrimtare, por edhe në një farë forme edhe si falënderim ndaj saj. Dhe kur e mira bëhet pa shkak dhe pa pasojë, ajo është një mirë absolute, një mirë e Zotit. Ku ka ndodhur? Letërsia është gjua përmes cilës flasin krejt zhanret e tjera. Është gjua përmes cilës i sublimon zhanret e tjera. Dhe me qenë se këtu ka dhe të rinj dhe ndoshta nevojitet ose presin diçka pak më të veçantë, unë ju them dhe ju bëj thirrje që të lexojmë sa më shumë. O sa është shumë. Po kush nuk e din sa është shumë, dhe shumë nuk është asnjëherë me lexim. Me lexuar nga krejt fushat. Hemingway thot, diku është një nobelist amerikan i shkëlqyer, thotë që duhet të lexojë njeriu nga gjitha fushat vërtet, por sepse duhet të ketë një udhëtim për fushat e jetës. Se të kesh një udhëtim për fushat e jetës do të thotë ta njohësh veten. Dhe kjo është një nga gjërat më të vështira për njerëzit sot. Përfundimisht, autorit nuk i takon me folë për veprën e vet, atij i takon me shkruajt atë. Dhe
në rast se vepra flet. Autori ka kryer misionin e vet, po të ndoshta ka vendosur reticencën në subkonsciencën e veprës vet për të rivazhduar. Kam shumë për të folë, kam shumë për të thënë, por në këtë qiellin e madh, kaltër, të bukur, çitër që në tutje u sonte të gjithë, poezive të mia me interpretimet e veta, t'ju dhanë shpirt dhe i shndruan nyje. Dhe këto fjalë tuaja u jam mirënjohës, prezencët tuaj, humanizmit tuaj pashoq, njerëzorëve tuaja, emër për emër. Dhe ky çast, ky moment, kjo ngjarje do të jetë për gjithmonë, për jetën time, do të jetë një nga fotografitë më të bukura në albumin e shpirtit tim. Unë ju falenderoj nga zemra dhe ju jam Ky promovim në New York dëshmoi se poezia mbetet një forcë përbashkuese e fortë, edhe larg dheut letërsia shqipe vazhdon të frymëzojë e bashkojë shqiptarët këndej e prandej oqeanit. Për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, Alp TV USA, nga New Yorku, Bekir Sina.